Shtëpia qëndronte në fund të një rrugë gjarpëruese me zhavor, e fshehur pas një perdeje të dendur pishash të larta që duket se thithnin dritën e diellit edhe në ditët më të kthjellta të Pensilvanisë rurale. Ishte një strukturë viktoriane, dikur madhështore, tani thjesht imponuese, me derasat e errta lisi që kishin marrë ngjyrën e tokës së lagësht pas dekadash shiu dhe neglizhence relative. Për Martën, kjo shtëpi nuk ishte thjesht një ndërtesë. Ishte një arkiv i gjallë i historisë së familjes së burrit të saj të ndjer. Një mauzole kujtimesh që kërcisnin në këmbë sa herë që hidhje një hap mbi parketin e vjetër. Ajo ishte zhvendosur aty përkohësisht, ose të paktën kështu i kishte thënë vetes, për të kujdesur për nipin e saj 6 vjeçar, Leon. Prindërit e Leos ishin në mes të një divorci të shëmtuar dhe të zhurmshëm në qytet. Dhe Marta kishte ofruar strehën e Blackcod Manor si një vend ku djali mund t'i shpëtonte kaosit. Ajo kishte menduar se ajri i pastër dhe hapësira e pafundme do t'i bënin mirë fëmijës. Tani, pas 3 javësh izolimi, nuk ishte më aq e sigurt. Heshtja në shtëpi ishte një entitet më vete. Nuk ishte thjesht mungesa e zhurmës. Ishte një presion fizik që të mbështillte veshët. Një lloj boshllëku që amplifikonte çdo tingull të vogël deri në një rëndësi groteske. Ora e vjetër me lavjerës në korridorin kryesor nuk bënte tik-tak. Ajo jepte goditje ritmike që jehonin në përdhomat e zbrasta si rrahjet e një zemre të ngadalt dhe të sëmur. Era që frynte jashtë nuk fshfërinte thjesht mes pemëve. Ajo u lërinte në përcepat e qatis dhe në ndritaret e izoluara keq, duke krijuar një simfoni të vazhdueshme ofshamash. Ditët e para kishin kaluar në një mjegull rutinë. Marta, me kyçet e saj që dhimbnin nga artriti i rënduar prej lagështirës së shtëpisë, përpiqej të mbante një normalitet për hir të Leos. Ajo gatuante vakte të thjeshta në kuzhinën e madhe të ftohtë. Pastronte pluhurin që dukej se rigjenerohej brenda natës dhe i lexonte Leos histori para gjumit në dhomën e katit të dytë që dikur kishte qenë babait të tij. Leo ishte një fëmijë i qetë, ndoshta tepër i qetë për moshën e tij. Ai kishte sytë mëdhenj dhe ekspresiv të nënës së tij, sy që duket se shihnin më shumë se sa duhej, dhe një mënyrë të ecuri pa zhurmë, sikur të kishte frikë se mos gjonte diçka që flinte në ndysheme. Ai rrallë ankohej, rrallë qante për prindërit e tij. Por Marta e shihte shpesh të ulur në majtë të shkallëve, duke vështruar poshtë në hollin e madhe të errët, me një përqendrim të palëvishëm që e bënte lëkurën e saj të dridhej. Qendra gravitacionale e shtëpisë, vendi ku të gjitha energjitë e zymta duket se konvergonin, ishte dhoma e ngrënies. Ishte një hapësirë e madhe, e veshur me panele druri të errët deri në tavan, me një abazhur prej bronzit të rënd që vare në qendër, drita e të cilit kur nuk mjaftonte për të ndriçuar qoshet e largëta. Dhe në mes të kësaj dhome, si një altar pagan i lënë pas dore që ndronte tryeza. Ishte një bish prej lisi masiv, e gdhendur me dorë nga artizan që kishin vdekur një shekull më parë. Këmbët e saj ishin të trasha me bulbë, të përfunduara me kthetra luanësh që mbërthenin qilimin persian të zbehur. Si përfaqja e tryezës ishte e gjerë, e errët dhe plot me shenja të vogla. Gërvishtje, njolla djegjesh nga qirin të haruar, unaza uji, secila një dëshmi e heshtur e brezave që kishin ngrënë, debatuar dhe jetuar rreth saj. Ishte tepër e madhe për vetëm 2 persona. Por Marta këmbëngulte që ata të hanin darkë aty çdo mbrëmje. Një përpjekje kokëfort për të ruajtur traditën dhe civilizimin përballë natyrës pushtuese që i rrethonte. Ndryshimi filloi në mënyrë aq graduale sa Marta fillimisht e kishte të vështirë ta përcaktonte. Ishte më shumë një ndjesi se sa një ngjarje konkrete. Një ndjesi vëzhgimi. Sa herë që ajo ishte në kuzhinë duke prerë perime, me shpinën nga dera e hapur që të çonte në dhomën e ngrënies, ndjente një gudulisje në zverkun e qafës, një instinkt primar që i thoshte se nuk ishte vetëm. Kur kthehej me nxitim, natyrisht, nuk kishte asgjë përveç lojës së hijeve të pasdites që zgjateshin mbi 2 sheme. Pastaj filluan zhurmat që nuk mund të shpjegoheshin lehtësisht me vjetërsinë e shtëpisë. Një mbrëmje, ndërsa Marta po lante enët, dëgjoi tingullin e qartë të një karrigeje që tërhiqej zvarr mbi parket në dhomën e ngrënies. Ishte një tingull i thatë, gëryes druri mbi dru. Ajo ngru, me duart ende në ujin me sapun, duke mbajtur frymën. Leo ishte lart në dhomën e tij, duke vizatuar. Ajo e kishte dëgjuar pak qaste më parë duke lëvizur lart. Ajo fshiu duart me një peshqir dhe eci ngadalë drejt dhomës së ngrënies. Zemra i rrihte pak më shpejt se zakonisht, një ritëm i parregull në gjoksin e saj të moshuar.
Dhoma ishte zhytur në muzg. Tryeza e madhe dominonte hapësirën. Hijet poshtë saj ishin të dendura si bojë zezë. Të 6 karriget ishin të rregulluara rreth saj në pozicionet e tyre të zakonshme. Asnjëra nuk dukej e lëvizur. Marta pshertiu duke fajsuar tensionin e saj nervor. Por kur u kthye për të dalë, syri i saj kapi diçka në qilim. Një gjurmë e freskët e zbet, sikur dikush të kishte tërhequr këmbën e rënd të njërës prej karrigeve vetëm pak centimetra dhe pastaj ta kishte kthyer sërish në vend me kujdes të jashtëzakonshëm. Marta u përpoq ta binte veten se ishte thjesht paranoje shkaktuar nga vetmia. Ajo ishte një grua racionale, një ish mësuese historie që besonte në fakte dhe data, jo në fantazma dhe ndjesi. Por racionaliteti i saj filloi të gërryhej përballë sjelljes gjithnjë më të çuditshme të Leos. Djali kishte filluar të kalonte gjithnjë më shumë kohë në katin e parë, posaçërisht pranë dhomës së ngrënies. Ai nuk hynte brenda, por qëndronte te pragu në derës, duke mbajtur në dorë ndonjë lodër të harruar, dhe vështronte drejt tryezës. Vështrimi i tij nuk ishte i friksuar në fillim. Ishte kureshtar intensiv, si një shkencëtar që vëzhgon një eksperiment kompleks. Çfarë po shikon, zemër, e kishte pyetur Marta një pasdite, duke u përpjekur që zëri i saj të tingëllonte i lehtë dhe i shkujdesur. Leo nuk e hoqi shikimin nga këmbët masive të tryezës. Asgjë nëna, kishte thënë ai pas një pauze të gjatë. Zëri i tij ishte i sheshtë, pa intonacionin e zakonshëm fëmijëror. Thjesht po pres. Po pret për çfarë? Ai ngriti supet, një gjest i vogël dhe i pafajshëm që binte në kundërshtim me seriozitetin e fytyrës së tij. Që të lëviz përsëri. Marta ndjeu një të ftohtë që i përshkoi shtyllën kurrizore. Të lëviz çfarë, Leo? Tryeza. Leo më në fund e ktheu kokën drejt saj. Sytë e tij dukeshin më të errët në dritën e zbehtë të korridorit. Jo tryeza. Gjëja poshtë saj. Kjo ishte hera e parë që ai e përmendi hapur. Marta u përpoq ta trajtonte si një mik imagjinar, një mekanizëm mbrojtës të një fëmije të traumatizuar nga ndarja e prindërve. Ajo ul në gjunjë para tij, duke i kapur duart e vogla dhe të ftohta. Leo, dëgjo. Ndonjëherë shtëpitë e vjetra bëjnë zhurma. Ndonjëherë hijet na bëjnë të shohim gjëra që nuk janë aty. Nuk ka asgjë poshtë tryezës përveç pluhurit dhe qilimit. Leo e vështroi me një qetësi të frikshme. Ai nuk u përpoq të debatonte, nuk u zemërua. Ai thjesht u ndi kokën lehtë, sikur të pranonte se ajo nuk ishte në gjendje të kuptonte, dhe u tërhoq lart në dhomën e tij. Por ajo natë shënoi një pikë kthese. Atmosfera në Blackcod Manor ndryshoi nga një melankoli pasive në një armiqësi aktive. Marta filloi të kishte vështirësi me gjumin. Kur dremiste, ëndrat e saj ishin të mbushura me imazhe të turbullta të dhomës së ngrënies, ku hapësira në tryezë zgjerohej në një humner të pafundme. Një gojë e zezë që priste të gëlltiste gjithçka. Ajo zgjohej me frymë të rënduar, duke dëgjuar sërish ato goditje të ngadalta dhe ritmike që nuk vinin nga ora. Ato vinin nga poshtë, nga dyshemeja e katit të parë. Ajo filloi të gjente vizatimet e Leos të shpërndara nëpër shtëpi. Në fillim ishin vizatime normale fëmijësh, shtëpia, pemët, dielli. Por gradualisht dielli në vizatimet e tij u bë i zi. Shtëpia vizatohej me linja të mprehta dhe kërcënuese. Dhe në pothuajse çdo vizatim të ri, shfaqej tryeza e ngrënies. Ajo vizatohej me përmasa groteske, duke dominuar fletën. Dhe poshtë saj, midis këmbëve të trasha si trunjë lisi, Leo kishte filluar të shtonte 2 pika të vogla, të kuqe, si sytë e një kafshe të egër në errësirë. Pastaj pikat u bën një formë. Një siluetë e vogël e kërrusur gri. Marta i mblodhi këto vizatime dhe i fshehu në sirtarin e komodinës së saj, duke u ndjerë si një komplote që fsheh prova. Ajo nuk guxonte ta pyeste Leon për to. Kishte frikë nga përgjigja. Tensioni arriti kulmin në javën e 4, gjatë një stuhje vjeshte që goditi zonën me një dhunë të pazakontë. Shiu godiste xhamat e dritareve si breshëri plumbash të vegjël, dhe era u lërinte rreth qosheve të shtëpisë sikur të kërkonte hyrje me forcë. Rryma elektrike ishte ndërprerë që pasdite, duke e zhytur shtëpinë në një errësirë të hershme dhe të thellë. Marta kishte ndezur qirinj dhe një llampë të vjetër me vaj guri që lëshonte një dritë të verdhë dhe një erë të rëndë vajore. Ajo vendosi që darka të hahej në kuzhina të natë, duke dashur të shmangte dhomën e ngrënies me çdo kush.
Hapësira e madhe e asaj dhome, e ndriçuar vetëm nga drita e dridhur e qirinjve, duke i tepër kërcënuese. Do ham këtu sonte, Leo, tha ajo, duke u përpjekur të tingëllonte e vendosur ndërsa vendoste 2 pjata me supë të ngrohtë në tryezën e vogël të kuzhinës. Zhurma e stuhis jashtë ishte shurdhuese, duke bërë që muret e vjetra të dridheshin lehtë. Leo, i cili kishte qenë duke ndërtuar një kull me kuba druri në dyshemen e kuzhinës, u ndal. Ai ngriti kokën dhe shikoi Martën. Fytyra e tij e ndriçuar nga poshtë nga llamba e vajgurit, duke e mprehtë pothuajse prej të rrituri. Hija e tij zgjatej në mur pas tij, e madhe dhe e deformuar. Jo, tha ai. Zëri i tij ishte i ulët, mezi dëgjohej mbi zhurmën e erës, por kishte një autoritet të panatyrshëm. Si the, zemër? Marta e pyeti, duke ndjerë një shtrëngim në stomak. Jo këtu, përsëriti Leo. Ai u ngrit ngadalë në këmbë, duke lënë kubat të shpërndara në dysheme. Duhet të ham në dhomën tjetër. Por është ftohtë atje, Leo, dhe nuk ka dritë. Këtu jemi më ngrohtë. Marta e dinte që po lutej dhe urrente veten për këtë dobësi. Leo bëri një hap drejt derës së errët që të çonte në korridor dhe më pas në dhomën e ngrënies. Ai thot se duhet të ham atje. Ai thot se është e pasjellshme të mos shkojmë. Marta e lëshoi lugën që mbante në dorë. Ajo ra në dysheme me një tingull metalik që u duk tepër i fortë. Kush e thot këtë, Leo? Nuk ka njeri tjetër këtu. Leo u kthye dhe shikoi drejt në sy. Për herë të parë në ato 4 javë, Marta pa diçka tjetër përveç pafajësisë ose kureshtjes në sytë e nipit të saj. Ajo pa njohje. Një njohje të tmerrshme të diçkaje që ajo refuzonte ta pranonte. Djali poshtë tryezës, tha Leo thjesht. Ai po na pret. Dhe pa thënë asnjë fjalë tjetër, Leo mori pjatën e tij me supë, e mbajti me kujdes me të dyja duart e vogla, dhe eci drejt errësirës së korridorit. Marta mbeti e ngrirë për një moment, e paralizuar nga një frikë atavike që i bllokoi mushkëritë. Ajo dëgjoi hapat e vegjël të Leos që zbeheshin ndërsa ai hynte në dhomën e ngrënies. Ajo dëgjoi zhurmën e pjatës që vendosej mbi drurin e rënd të tryezës së madhe. Pastaj dëgjoi zhurmën e karriges që tërhiqej. Ajo nuk mund ta linte vetëm. Ishte nipi i saj. Pavarësisht çdo tmerri që mund të fshihej në hijet e asaj shtëpie. Ajo ishte mbrojtësja e tij. Me duar që i dridheshin në mënyrë të pakontrollueshme, Marta mori llambën e vajgurit. Drita e verdhë u lëku negërsisht, duke krijuar përbindesha prej hijeje në muret e kuzhinës, ndërsa ajo ecte drejt derës. Korridori ishte një tunel ere i ftohtë. Dera e dhomës së ngrënies ishte hapur gjerësisht. Marta u ndal në prag. Dhoma ishte një shpellë. Rrezja e dobët e llambës së saj mezi depërtonte në errësirën e dendur, por ajo mund të shihte Leon. Ai ishte ulur në karrigen e tij të zakonshme, me kurriz nga ajo, duke parë drejt qendrës së tryezës. Ai nuk po hante. Marta bëri një hap brenda. Parketi kërciti fort nën këmbën e saj, si një paralajmërim. Leo, zëri i saj ishte një pëshpëritje e thyer. Djali nuk u kthye. Ai thjesht ngriti dorën e tij të djathtë dhe me gishtin tregues drejtoi ngadalë, qëllimisht poshtë, drejt hapësirës së zezë midis këmbëve masive të tryezës së lisit. Gjyshja, tha ai, me një zë që dukej se vinte nga shumë larg, ose ndoshta nga shumë thellë. Ai do që ti të shikosh. Zemra e Martës po rrihte aq fort sa i dhimbte brinjët. Çdo instinkt i saj u lërinte të kthehej mbrapsht, të merrte Leon dhe të vraponte jashtë në stuhi, larg nga kjo shtëpi e mallkuar. Por gishti Leos mbeti i drejtuar, i palëkundur. Një urdhër i heshtur. Me një lëvizje që dukej sikur nuk i përkiste trupit të saj, Marta filloi të ulej. Gjunjët e saj të sëmur protestuan ndërsa ajo u përkul, duke ulur llambën e vajgurit drejt dyshemes. Drita rrëshiti mbi qilimin persian, duke ndriçuar fijet e vjetra, dhe pastaj u derdhë nën tryezë. Ajo u përkul më shumë, pothuajse me duar dhe gjunjët në tokë tani, dhe ngriti kokën për të parë nën hijen e rënd të drurit. Dhe aty, në atë moment kur drita e verdhë takoi errësirën shekullore nën tryezë, bota e Martës u ndal. Ajo ngru. Ajo që pa atje poshtë nuk ishte thjesht pluhur dhe hije. Ishte një makthi bërmish, i vogël, i zbetë, me sy që shkëlqeni me një uri të lashtë, duke e vështruar drejte në shpirt. Ajo që Marta pa nuk ishte një lojë e dritës.
Nuk ishte një iluzion i krijuar nga lodhja apo nga imagjinata e tepruar e një fëmije. Nën tryezën e rënd të lisit, në atë hapësirë që ajo e kishte fshirë me fshes qindra herë, qëndronte diçka që sfidonte çdo ligj të natyrës që ajo njihte. Ishte një figurë e vogël me madhësinë e një fëmije 4 vjeçar, por proporcionet e saj ishin groteske. Lëkura e tij ishte aq e zbetë sa duke pothuajse e tejdukshme, si mishi një peshku që jeton në thellësitë e pafundme të oqeanit ku drita nuk arrin kurrë. Ishte mbuluar me një lloj lagështie, një djersë e ftohtë dhe ngjitse që shkëlqente në dritën e llambës së vajgurit. Gjymtyrët e tij ishin të holla si kërcej pishash, me kyçe të fryra që dukeshin sikur do të thyheshin në peshën më të vogël, por ishin syt ato që e gozhduan Martën në vend. Ata ishin të mëdhenj, pak të dukshëm, dhe kishin një ngjyrë të bardhë qumështore me bebza që ishin thjesht pika të zeza e të vogla, si vrima gjilpërash. Në ato sy nuk kishte asnjë shkëndi njerëzore, asnjë shenjë inteligjence që ajo mund ta njihte. Kishte vetëm një uri, një zbrazë kaq e madhe sa dukej se po thithte oksigjenin nga dhoma. Marta nuk mund të merrte frym. Fyti i saj u mbyll, një lloj paralize histerike që e la atë në atë pozicion të përkulur, me llambën që i dridhej në dorë. Ajo priste që gjëja të hidhej mbi të lëshonte një ulërim, të bënte diçka. Por ajo thjesht qëndronte aty, e kërrusur në errësirë, duke marrë frym me një zhurmë të mbytur, sikur mushkëritë e saj të ishin të mbushura me ujë. Ai është i uritur, gjyshja, zëri i Leos e shpoi heshtjen si një thikë akulli. Djali ishte ende i ulur në karrigen e tij, vetëm disa centimetra mbi atë gjë. Ai nuk po shikonte poshtë tani. Ai po vështronte drejt murit e errët përballë, me një qetësi që ishte më e tmerrshme se çdo klithmë. Dora e Martës që mbante llambën u lëshua paksa nga dridhja, dhe drita goditi sërish fytyrën e qenies. Këtë herë gjëja lëvizi. Ajo nuk u tërhoq. Përkundrazi, ajo u anua përpara, duke nxjerrë kokën pak më shumë nga hija e tryezës. Një herë rënd goditi Martën, një herë toke të kalbur, mishi të vjetër dhe diçka e metalike, si gjaku i tharë. Me një përpjekje mbi njerëzore, Marta arriti të lëvizte. Ajo u zmbraps, duke u zvarritur mbi 2 sheme, pa e hequr shikimin nga hapësira nën tryezë. Llamba u lëkun nevrikisht, duke krijuar hije që kërcenin në përmure si demon në fest. Leo, përshpëriti ajo, zëri i saj një krokatje e pakuptueshme. Leo, eja këtu. Tani. Leo nuk lëvizi. Ai thot se nuk e pse të kesh frikë. Ai thot se ai ka jetuar këtu shumë më gjatë se ne. Marta arriti të ngrihej në këmbë, megjithse gjunjët e saj po i dorëzoheshin. Ajo e kapi Leon nga krahu, një kapje e dëshpëruar që pothuajse ishte dhunshme. Ajo e tërhoqi djalin nga karrigia me një forcë që nuk e dinte se e posedonte. Pjata me supë u përmbys mbi tryezë, lëngu i ngrohtë u derdh mbi drurin e errët dhe filloi të pikohej në buzë, drejt në hapësirën ku ndodhej qenia. Ajo nuk priti të shihte nëse gjëja do ta pinte atë. Ajo e tërhoqi Leon jashtë dhomës së ngrënjes, nëpër korridorin e zi dhe lart në shkallë. Çdo kërcitje e drurit nën hapat e tyre jehonte si një goditje që kuqi në kokën e saj. Ajo ndjente hapat e padukshëm që i ndiqnin, një prani të ftohtë që i ngjitej pas shpinës. Pasi arritën në dhomën e saj të gjumit, ajo e mbylli derën me qelës dhe shtyu komodinën e rënd përpara saj. Duart e saj ishin të mbuluara me djersë të ftohtë. Ajo e hodhi veten në krevat, duke mbështjell Leon me krahët e saj, duke u dridhur aq fort sa e gjithë struktura e krevatit lëkundej. Çfarë ishte ajo, Leo? Pyeti ajo në errësirë, me sy të hapur që vështronin derën. Çfarë është ajo gjë? Leo qëndronte i palëvizur në përqafimin e saj. Frymëmarrja e tij ishte rregullt, tepër e rregullt për një fëmijë që sapo kishte parë një monstër. Ai nuk ka emër, tha ai qetësisht. Ai është thjesht ai që mbledh mbetjet. Ai thot se shtëpia është e tija. Ne jemi vetëm mysafir që nuk po sillen mirë. Marta nuk u përgjigj. Ajo qëndroi zgjuar gjithë natën, me llambën e vajgurit që digjej ngadalë mbi tavolinën e anës së krevatit derisa fitili u bëhi. Jashtë, stuhia vazhdonte, por zhurma e erës tani ngjante zërave të mbytur që diskutonin fatin e tyre. Dhe diku në heshtjen e thellë të shtëpisë, poshtë tyre, ajo mund të dëgjonte një tingull të lehtë, të rregullt. Glu, glu, glu. Sikur diçka po lëpinte supën e derdhur nga dyshemeja e dhomës së ngrënjes. Mëngjesi erdhi pas një ndjenje lehtësimi.
Drita e hirt dhe e ftohtë që depërtonte nga rreth e dendura pas tuhis nuk e largoi tmerrin. Ajo thjesht e bëri atë më të dukshëm. Shtëpia duke më e rënuar, më e lodhur. Marta e kaloi pjesën më të madhe të ditës në një gjendje shoku funksional. Ajo nuk e la Leon të largohej nga sytë e saj. Ata qëndruan në katin e dytë, në dhomën e ndenjes së vogël që shërbente si një lloj zone neutrale. Ajo nuk guxonte të zbriste poshtë, por e dinte se nuk mund të qëndronte e mbyllur përgjithmonë. Uria dhe nevoja për të kuptuar po e shtynin drejt veprimit. Ajo filloi të kujtonte historitë që burri i saj, Arthur, i tregonte për këtë shtëpi. Arthur kishte qenë gjithmonë i rezervuar për fëmijërinë e tij në Blackcod Manor. Ai fliste për rregulla strikte, për darka në heshtje absolute dhe për faktin që babai i tij, gjyshi Leos, nuk e linte kur të luante në tryezë. Marta gjithmonë kishte menduar se ishte thjesht një disiplinë vjetër prusiane. Tani, ajo kuptonte se ishte mbijetesë. Kur Leo ra në një dremitje të trazuar mbi divan, Marta mori guximin. Ajo duhej të dinte. Ajo zbriti shkallët me hapa që i peshonin si plumb. Çdo cep i shtëpisë dukej se vëzhgonte me një inteligjencë dashakeqe. Ajo shkoi në zyrën e vjetër të Arthurit, një dhomë plot me libra të vjetër, harta të pronës dhe dokumente ligjore që datonin që nga koha e luftës civile. Ajo filloi të gërmonte nëpër arkiva, duke kërkuar diçka, çdo gjë që mund të shpjegonte praninë në dhomën e ngrënies. Pas orësh kërkimi, ajo gjeti një ditar të vogël, të lidhur me lëkurë të zezë, të fshehur pas një rreshti me enciklopedi. Ishte ditari i Elias Blackcod, ndërtuesit të shtëpisë. Shkrimi ishte i pjerrët, i vështirë për t'u lexuar, dhe tregonte një mendje që po shpërbëhej. 14 nëntor, 1892 toka këtu nuk është e pastër. Ne gërmuam shumë thellë për themelet. Ne zgjuam diçka që ka jetuar në errësirën e këtij mali që para se të kishte emra për perëndit. Ai kërkon një vend në tryezë. Ai kërkon të ushqehet. Nëse nuk i japim atë që kërkon, ai do të marrë atë që i takon. Marta ndjeu një të ftohtë që nuk vinte nga rrymat e ajrit të shtëpisë. Ajo ktheu faqet me nxitim. 3 janar 1893, djali i vogël i shërbëtores u zhduk mbrëm. Ata thonë se iku në pyll, por unë e di më mirë. Unë i dëgjova thonit në ndërrasat e dhomës së ngrënies. Unë pa shtryezën që lëkundej. Ne kemi bërë një pak të heshtur me urinë. Shtëpia do të qëndroj, familja do të jetë e begat. Për sa kohë që tryeza nuk mbetet kur bosh. Ditari mbaronte aty me një faqe të grisur në mënyrë të dhunshme. Marta e mbylli ditarin me një zhurmë të mbytur. Ajo e kuptoi se tmerri që kishte parë nuk ishte një vizitor. Ishte një trashëgimi. Ishte një pjesë e shtëpisë, po aq sa themelet apo muret. Dhe tani që ajo dhe Leo ishin të vetmit aty, uria po i vëzhgonte ata si burimin e saj të radhës. Ajo doli nga zyra dhe u gjend përballë korridorit që të çonte te dhoma e ngrënies. Dera ishte gjysmë e hapur. Nga brenda ajo dëgjoi një zë. Nuk ishte zëri i Leos. Ishte një tingull i lartë, si fërkimi i dy copave të qelçit, një imitim grotesk i të folurit njerëzor. Më shumë. Marta u mbështet pas murit, me zemrën që po i dilte nga gjoksi. Ajo e kuptoi se qenia nuk kërkonte më vetëm supë. Ajo po fillonte të kërkonte diçka më shumë. Ajo po fillonte të kërkonte vëmendje. Ajo po fillonte të kërkonte shoqëri. Ajo u kthye me vrap lart te Leo. Por kur hyri në dhomë, divani ishte i zbrazët. Leo, thiri ajo, me një zë që i dridhej nga paniku. Leo, ku je? Nuk pati përgjigje nga kati i dytë, por nga kati i parë, nga drejtimi i dhomës së ngrënies, ajo dëgjoi të qeshurën e vogël dhe të pafajshme të nipit të saj. Ishte një të qeshur që nuk kishte asnjë grim frike. Dhe kjo ishte gjëja më e frikshme nga të gjitha. Po vi, shoku im, dëgjoi ajo Leon të thoshte. Po të sjell diçka tjetër. Marta u nis drejt shkallëve, por këtë herë nuk ishte vetëm frika që e shtynte. Ishte një dëshpërim i egër. Ajo e kuptoi se nipi i saj nuk ishte thjesht një dëshmitar. Ai po bëhej një mjet. Qenia po e përdorte pafajësinë e tij për të hyrë në botën e tyre, për të dalë nga hijet e tryezës dhe për të marrë shtëpinë. Marta zbriti shkallët për herë të fundit. Ajri në katin e parë nuk ishte më thjesht i ftohtë. Ai ishte i trash, i rënd dhe mbante erën e lagështirës së një varri të hapur.
Drita e llambës së vajgurit po venitej, fitili i saj po luftonte me një errësirë që nuk ishte thjesht mungesë drite, por një forcë aktive që po golltiste gjithçka. Ajo hyri në dhomën e ngrënies. Skena që pa do t'i mbetej e gdhendur në mendje si një plagë e pashërueshme. Leo ishte ulur në krye të tryezës, në karrigen që dikur i përkiste gjyshit të tij. Ai nuk dukej më si një fëmijë 6 vjeçar. Shpatullat e tij ishin të kërrusura dhe fytyra e tij, e ndriçuar nga poshtë nga një dritë e zbehtë dhe e panatyrshme që vinte nga poshtë tryezës, ishte ngrirë në një buzëqeshje boshe. Para tij, mbi drurin e vjetër të lisit, ishin rreshtuar objekte që ai kishte mbledhur nga e gjithë shtëpia. Fotografi të vjetra të familjes, një tuf flokësh të bardhë të martës që ai duhet i kishte marrë nga krehri i saj, dhe një zog i vogël, i ngordhur që me siguri e kishte gjetur te dritarja pas tuhisë. Leo, eja me mua, përshpëriti Marta, zëri i saj një thirrje e dëshpëruar që humbi në lartësinë e tavanit të errët. Duhet të ikim. Tani. Leo nuk u kthye. Ai thot se darka po fillon, gjyshja. Ai thot se ti e ftuara e nderit. Ti dhe unë ne jemi ata që ai ka pritur. Nga poshtë tryezës, u dëgjua një kërcitje e fortë druri. Këmbët masive të tryezës, ato kthetra luan në shprehlisi, dukeshin sikur po gërmonin në qilim, duke kërkuar të nguleshin më thellë në strukturën e shtëpisë. Dhe pastaj qenia u shfaq plotësisht. Nuk ishte më thjesht një siluet. Ajo doli zvarr nga nën tryezë, duke u mbështetur në krahët e saj të gjata të tejdukshëm. Ishte një parodie e formës njerëzore. Një krijes që ishte ushqyer me sekretet dhe dhimbjet e familjes blackohet për një shekull. Lëkura e saj pulsonte me një dritë të zymt, dhe kur ajo hapi gojen, nuk lëshoi asnjë tingull. Por Marta ndjeu një britm telepatike që i shpërtheu në tru, një urdhër për të gjunjëzuar, për të dorëzuar, për të bërë pjesë e tryezës. Marta e kuptoi atëherë mesazhin e ditarit. Pakti nuk ishte për ushqim. Pakti ishte për gjakun. Shtëpia kërkonte një roje, një shërbëtor që të mbante gjallë urinë e saj. Leo ishte zgjedhur për të qenë pasardhësi. Mjeti i ri që do të sillte viktima të tjera në vitet që do të vinin. Jo, tha Marta, këtë herë me një zë që nuk dridhej. Ishte zëri një gruaje që nuk ishte më asgjë për të humbur, përveç shpirtit të nipit të saj. Ti nuk do ta kesh atë. Ajo nuk vrapoi drejt Leos. Ajo vrapoi drejt llambës së vajgurit që kishte lënë mbi komodin në korridor. Me një lëvizje të shpejtë, ajo hoqi xhamin mbrojtës dhe e ktheu llambën përmbys mbi qilimin e vjetër e të thartë të dhomës së ngrënies. Vajguri u përhap si një lum i artë, dhe flaka e vogël kapi menjëherë pëlhurën e vjetër. Zjarri nuk ishte i zakonshëm. Ai u ngjit lart me një urrëtie të vetën, duke u përhapur në përmuret prej druri dhe drejt tryezës së madhe. Qenia lëshoi një ulërim që shpërtheu xhamat e dritareve. Ishte një zë që nuk vinte nga fyti, por nga themelet e shtëpisë. Ajo filloi të tërhiqej, duke u përpjekur të fshihej sërish nën tryezën që tani po digjej. Marta u hodh mbi Leon, duke e shkulur atë nga karrigia. Djali ishte i rënd, si i gurizuar, por ajo e tërhoqi zvarr drejt daljes. Shtëpia po rënkonte rreth tyre. Tavani po shpërbëhej, duke lëshuar thëngjit të nxehtë mbi shpinën e saj, ndërsa ajo po kalonte pragun e derës së jashtme. Marta hodhi një vështrim të fundit prapa. Mes flakëve dhe tymit të zi, ajo pa tryezën e madhe të ngrënies. Ajo nuk po digjej si druri i zakonshëm. Ajo po shkrihej si mish. Dhe aty në qendër të zjarrit, qenia po e vështronte atë me ata sytë e bardhë qumështor, jo me frikë, por me një durim të pafundëm. Shtëpit mund të digjen, por uria që i ka krijuar ato mbetet gjithmonë në tokë. Marta dhe Leo qëndronin në mes të rrugës me zhavor, duke parë blackod manor që po kthehej në një kolon zjarri në qiellin e natës. Zhurma e flakëve ishte e vetmja gjë që dëgjohej. Zjarri ndriçonte pyllin përreth, duke i bërë pisha të dukeshin si dëshmitar të gjatë të heshtur të një ekzekutimi. Leo ishte i qetë. Ai mbante dorën e Martës fort, por sytë e tij ishin të ftohtë. Ai nuk qante. Ai nuk pyeste për shtëpinë apo për shokun e tij. Ka mbaruar zemër, përshpëriti Marta, duke shtrënguar djalin pas vetes. Ka mbaruar. Leo ngriti kokën dhe e shikoi. Në dritën e zjarrit që po shuhej, Marta vuri re diçka që ia ndali zemrën. Nën thonjtë e vegjël të Leos, kishte ende mbetje të asaj balte të zezë e të lagësh nga poshtë tryezës.
Dhe kur ai buzëqeshi, ajo pas e bebzat e tij nuk ishin më plotësisht njerëzore. Ato ishin të kurur në dy pika të vogla, të zeza si vrima gjilpërash. Asgjë nuk mbaron vërtet, gjyshja, tha ai me një zë që nuk ishte i tij. Thjesht na duhet një tryezë e re. Marta e lëshoi dorën e tij, por ishte vonë. Makina e tyre ishte aty e parkuar në errësirë, duke i pritur për t'i dërguar diku tjetër, në një shtëpi të re, në një qytet të ri. Dhe ajo e dinte, me një siguri që e tmeronte më shumë se zjarri, se kudo që të shkonin, sa do larg të vraponin, hije të reja do të fillonin të mblidheshin në çdo pjesë mobilie që ata do të zotëronin. Sepse uria e Blackod nuk ishte te druri. Ajo ishte te gjaku. Dhe gjaku tani ishte në makinë, i ulur në sediljen e pasme, duke pritur për darkën e radhës.